lutem, ka formuar aq brigada sa kanë zhvilluar 2 betejat më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të luftës çlirimtare të Kosovës. Betejën e Logjës dhe të Koshorës, që janë më të lavdishmet dhe janë betejat e vetme të fituara nga shqiptarët kundër serbëve. Pra nuk mund të thosh që Rugova s'ka menduar fare për luftën ose qeveria e Kosovës. E kemi këtu njerin që ka marrë pjesë në ato brigada dhe ka luftuar me sukses dhe ka luftuar në përballje jo të barabartë, as në aspektin e armatimit, as në aspektin e numrave. Pra, edhe me gjithatë... Kjo sa i takon historisë, politikë themi aktualitetit, zoti Saliej. Se zonja Osmani. Jo, veçish, në kohën kërë bo beteja Logjës nuk ka pas brigada, ki qartë në strukturë, jo absolutisht ka pas brigada. 3 brigada kanë qenë, një 3 dhe një 3-4. Brigadet janë kriju më vërë. Po të thamë edhe me do, s'ka pas brigada. Unë jam të shkru një libër për këto. Po s'ka pas brigada, për këto me qka dush hymë edhe në bas. Nuk ka pas brigada kërë bo beteja Logjës. Po s'ka pas brigada, në vishë për ta përgënjeshtaj argumentin tënë. Jo, se ti s'po i di që është. Po s'ka pas brigada, s'ka në egzistu brigada. Absolutisht s'ka pas brigada, që edhe zoti Berisha të folë kujnë kriju brigada. Vlas me datë kujnë kriju brigada. Po nuk është tema aty, për dalim të veteran të flasemi. Tema sishte po ti hyne, edhe unë po du të spjegoj gjërat. Pra ndaj, ka pas 3 brigada, një 3-1, një 3-3 dhe një 3-4. 3 brigada kanë qenë. Në betejën e Logjës ka marrë pjesë brigada një 3-4, me Tahir Zeman komandant. Edhe është fitua e betejë. Nëse mbaje ti qëndrimin tanë, s'ka problem. E tash, dalim të presidenti ose presidentja. Në fjallën time, askon nuk thash që është e vetmja, edhe zban as një tjetër. Ne folëm unë fola si figur që mendoj që i ka sjell më shumë të mira Kosovës se sa president që kanë qenë para saj. Dhe e preferoj edhe sot, edhe mendoj që ajo mund të sjell të mira Kosovës përsëri. Edhe në aspektin e jashtëm, edhe në atë të mbrëmshëm, por veçanërisht në atë të jashtëm. Sepse në mënyrë dinjitoze ka përfaqësuar Kosovën. Është mendimi im, është qëndrimi im, edhe nuk e kam përjashtuar asnjë figurë tjetër. Absolutisht jo. Zoti Saliej, a duhet ketë një marrëveshje, po e quaj kështu, LDK vetëvendosje si një lloj koalicioni që ta votojë zonën Osmani, që ta përqafojë kandidaturën, apo nuk duhet të ketë një lloj marrëveshje? Janë 2 mënyra. Mund të ketë marrëveshje për koalicion, që do të përfshi edhe qeverin edhe presidentin, mund të ketë marrëveshje nëse LDK nuk është e interesuar të hyjnë koalicion dhe të hyjnë qeveri, mund të ketë një marrëveshje për të mirën e Kosovës vetëm për president. Vetëm për ta votuar për të qëndruar në sallë. Po, unë mendoj të 2 mënyrat ekzistojnë. Zoti Berisha deshet përfshiheshe më herët në idenë kush do të merrte vota. Keni hyrë tema që s'po i kontribuojnë as pak kësaj për pse na mbledh, pse na në studio, qysh na ke thonë. Po mirë është të tolerohen në biseda. Faleminderit shumë. Unë një pyetje për zotin Presheva, më mora një informatë që jeton në Amerikë, po. A jeton në Amerikë apo ku jeton? Po. Në Amerikë, okay. Po. A keni jetuar ndonjëherë apo keni bashkëpunuar apo keni qenë prezant me pa jetën e një deputeti në Kosovë këto vite? Unë për... Me po jo. Jo, okay. Me po jo, Jo. Atëherë si ka mundësi... 16 vite s'kom pas mundësi. Atëherë si ka mundësi ndërtoni një